Unë politikisht them që ky në një farë mënyrë, ky mund të ketë bërë gjithë zullumët e vetë. Besoj që ka që vjetë në Bashkinë e Tiranës me këto që kanë ndodhur, do të po të hapin letrat, besoj që gjë kështu. Mënyra si e kanë bërë, se si e majnë, si e bërë, tregon që kjo e ka pas një aprovim politik të dramës në një farë mënyrë. Si me thonë, në pjesë e luftës aty brenda edhe të Partisë Socialiste. Unë gjykoj që kjo nuk është jashtë kësaj pune, sepse do mati i qëndrim si kryetar. Ky, si me thonë, të shi i erë mbrojti, i erë lëqoj. I erë vu një kryetar atje provizor, të shi e ka ndryshu gjithë strategjinë, po shko drejt zgjedhjeve. Caktoi dhe atë që do jetë. Edhe mënyra se si po e shkarkon është alarama, që gjithnjë e bën me durët e tjerëve. Sepse Burnish ky, në farë mënyrë, si kryeministër, brenda ligjeve kushtetutës, e ka mundësinë e shkarkimit, ose ajo në proces gjyqësor të gjithë. Të gjithë këtë lloj historie nuk më pëlqen një gjë që, si me thënë, ky njeri për t'ja mbrit një qëllimi, atje s'pyet fare për asnjë lloj institucioni shtetëror, për rregullat që ka shteti, në një farë mënyrë të shi ka bë pis gjithë ato. Janë këshilltarët e vetë, kë vetë i kanë zgjedhur. Tash në një farë mënyrë ato i bi që t'jenë, si me thonë, i degeneroj si persona, se ishin po të njëjtët që mbajshin fjalimet atje, tash i duhet me gjetë një justifikim ato, pse do ngrenë dorën kundër kryetarit vjetër që ka 10 vjet aty, dhe jam i sigurt që i pjesë e këtyne kanë konfidencë, janë dhe njerëzit e atit personal. Se në atë zhurmën e zgjedhjes Këshilli Bashkiak sigurisht që gjysmat i ka vu partia e drama drejt, po gjysmat besoj që i ka vu dhe ky vetë, se e ka pas këtë atu, sepse ka qenë 10 vjet atje kryetari i Bashkisë, i kanë taku dhe këti që do marrë Qimin, do marrë Bujarin, do marrë Oltën, do marrë Fluturën. Kështu që e gjithë kjo situatë e nxjerr, si më thënë, pa boj fare, të gjithë këtë administratën bashkiake dhe zhvlefson sytë publikut e të vetës dhe të njëri tjetrit. Edhe kjo s'pëlqet, se fare mirë, ky nuk i pëlqen ai, duhet i marrë vendimet vetë si burrë, si merren gjithë botën. Ky është kryetari i Bashkisë Tiranës, është nën drejtësinë, tash do bëjmë i palë zgjedhje tjera. Nuk më pëlqen dhe pozicioni i opozitës, prapë. Pse? Deri dje ka anat e mua drejt, tash po i dalin gjanë mbrojtje në kuptimin që po bëjnë princip që ne da votojmë që të rëzohet, po ne i dalim së është kjo mënyra. Sepse ke gjitha kjo shohën një paralelizëm me gjyqin e Berishës, se për këtë punë bëjtë. Që me i thënë shikoni, dhe kjo është e pa moralshme, se këshuja kanë bërë dhe Berishës, se maj këtu e maj atje, këtu është e gjithë historie që i bëjtë. Kur në fakt pozicioni opozitar, i mire i keqe, i gabum, duhet ishe ky. Kemi dalë në demonstrat ke ky, se kanë ne 2 muaj këtë dera Bashkisë, tu djek goma e tu. Bo tashi vite, do thoshin ora shqyrë, që atë që se bëshim do të ne, e bëri drejtësia. Ja, nuk thonë që, sepse është drejtësia e keqe. Është e keqe për këto tonët, për Berishë, për Ilir Meta, është e keqe dhe për këtë. A ju thamë ne jo, kuptoti, kjo është edhe më shumë se me mbrojt këtë velje, se s'kanë që i mbrojt, po mbrojmë vetë vetën kuptimin ato që janë aty, që janë në një situatë paralele me velje. A do ishte që ky djali që rrinë atje në burg, si që ai që bën atje më zvitur, që të regon historirë, u morën kaqë u dhone, qofë se din, e mira ishte ti të regonte, se të shi edhe të kërkojmë drejtësi, edhe të qifmi drejtësi, se edhe të kërkojmë bështetje të opinionit publik, edhe të gënjejmë opinionin publik, të i themi qerejket vërtetash, ato të vërtetat që na interesojnë ne, kur të vërtetat e tjera të mëdhajat, shëdinjë, se besoj që dha i atje ka zvitrat njëtin gjë bëne. Unë me kuptoj që ato që thotë e janë të vërtetë.
një pjesë e mirë. Po jam i sigurt që ka të vërteta shumë më të mëdha që nuk i thonë. Atëherë kjo në vend që tjetë një drejtësi është një vetë mbrojtje që kanë drejt të bëjnë. Gjithse kush për lëkurën e vetë dëmbrojt. Atje krijon dhe një pështjellim madh. Kuptoti, në opinion. Atje, sepse ti si thotë gjitha ato që duhen thonë. Dy gjëra ka. O, thuj, unë do paguaj çmimin tim, për bashkë me mu do paguni dhe ju, se si jemi vetëm në këtë lloj qerrje, se kemi hyrë bashkë. Ose gjithë kjo pasaj tu s'ja vlem më mirë i këmbro më avokatët për historinë tënde personale. Se unë besoj që këtu ka për të mërrit kjo punë, sepse politikisht gjykoj që ky personazh mirë keq ka marrë një goditje të madhe që nuk e dija politikisht rikuperon ose rikuperon. Po më kujton atë similarin e vetë, atë kolegun e vetë, që ishin dhe rival me sa duket, ai i mbrëmshëm. Se shoh edhe atë në politikë, më, se pas. Atje. Dhe e gjitha kjo duhet të çojë që njerëzit kuptojnë, paktën njerëzit që kanë një logjikë normale. Por pse ndodh këtë? Sa ai Tahiri, ai tjetri ministri tjetër, ai ministri tjetër, zëvendës kryeministri, kryetari i Bashkisë Tiranë. Janë shumë. Ky kryeministri jonë është i qorr, sjega i Zoti, është i leshkët, sjega i Zoti, ose këto i ka pas bashkëpunëtorë dhe në një moment caktuar i dorëzon. Kuptoti, siç janë dorëzuar gjithnjë historitë të Shqipërisë, kuptoj. Kjo është gjykoj unë, tu më çon logjika normale. Pastaj po i hynë kësaj pune. Jo, po ky ka thënë kështu, ai ka thënë kështu, ligji ka që kjo. Ky është gjykimi im politik, i përgjithshëm. Unë më të shumë se sa ndjekje e procesit në shkallë e dramë kjo punë se dëmton hiq. E dramën do të dëmtonte kur ky të thotë, jo që unë po mbrohem për procedurë. Se ky po mbrohet për procedurë, po shkel një procedurën këtu, faza e parë atje, faza e dytë këtu. Jo ma keni marrë celularin pa ligj, ma keni marrë pa letër. Mbrojtja politike, po deshe më marrë me politikë, është kjo. Që unë po shkoj atje në burg, se i kam bërë kusuret e mia, do shkoj aq sa por do vini dhe ju, do ju marrë dhe çave me vete ju. Do them ca të vërteta, kjo është mbrojtja politike. Po mbrojtje kështu me procedurë, me administrative. Jo ky avokati, jo ja kanë marrë celularin. Kjo politikisht, kjo nuk vlen. Se politika jeton mbi opinionin. Nuk jeton mbi aktin e drejtësisë, atje që bëhet me gjykatën, se sidomos Shqipëria. Se këtu kanë dalë kriminalë për burgut, këtu kanë hyrë njerëz kot për marrina. Qofse do të mbrohet politikisht, do të vazhdojë për politikë, do shkojt godasi ato, me cilët ka pas kolegë politik. Si me thënë, do vrasi bab në vetë politik. Qofë se këtë s'ka kurajen për të bëkat dhe do mbrohet me këto procedurat, ajo është që nuk dënojnë 7 vjetë, dënojnë 3 gjysë, ke bët 2, del mrapa merca pare, bënë i palat, si që ta thash bënë i kolegu tjetër, edhe kjo histori politikisht mbëllët. Mbëllët politikisht. Politikisht që ndron ai që reziston kësaj pune, që atakon të rivali, pasoj se si del nga kjo histori, Zoti e di, po kjo është politikisht. Po mbrojtje për procedurë që mund kishin fut pa drejtë, mund dha drejtësia e këto gjërat, kjo politikisht nuk ka vlerë. Kjo të shpëtot, ta thash lëkurën. Nuk ti bën 10 vjet, bën 5, bën 4 e gjys. Atje, kuptoti, bën edhe një kompromis, një marrëveshje. Atje që ti vazhdosh ca nga ato bizneset e këto punë, kaq, po politikisht ta thash. Edhe në fakt realiteti këtë ka tregu. Kush ka kalu në për këto historina në Shqipëri, nuk është që ka pas më në i vlerë politike. Puna është që kandidati që duhet ketë, jo se s'ka opozite, ka e plot atje. Bje me vajzat mira, po një më radhë parë, njëri do marrë një sakrificë në ato deputetet, që do dorëzoj një mandat, edhe mund të humbi.
Kjo është, nga kjo mungon kandidati i parë. Nga Afrika, po e zej, me humje, zë që do dorëzosh diçka, sa ato që janë jashtë parlamentit, ato ti e sigur që luten për t'i kandidu. Se edhe në qofë se humbin, kanë një investim personal, politike, bëhen personazhe për ca kohë, pa qenë personazhe. Ato që janë si më të zëtë e më të sakët janë parlament, edhe kanë frikë që doja hynë kësaj pune, prandaj se gjenda. E dyta është një pengesë tjetër. Gjysma e blokut opozitar sot në Tiranë nuk identifikohet me Berisha, me thënë drejtë. Mirë po gjysma, mos më shumë se gjysma, 60% e opozitës në Tiranë, janë prapë të rreshtuar atje. Tash duhet me gjetë një që është dakord edhe ai. Që praktikisht ai don një njeri të vetin. Një njeri aty do marrë aq sa merr. Opozita në Tiranë do marrë vetë dhe i çik më pak të rrallë, vjet duke raje. Entuziazmin, qofse herën e fundit PD-ja në Tiranë tu ka marrë ku e di 100.000 vota, bashkë me Alas si merma. Atëherë duhet një personazh që përbashkon, që fut brenda dhe këto të këtij shehajt, llapajt, këto tonët, bashës, qytetarën që kanë nejtë ke shtëpia, se vetëm ashtu mund të fitosh. Një pjesë majtës progresiste, njerëz që s'duan më dramën, që i ka mërzit e drama, i ka mërzit velje, i ka mërzit. Ky duhet personazh, dhe ky s'është shekullaj për të gjetë. Që dhe të marrin votat e grupit Berishës dhe mos jetë me Berishën këmbë kokë. Se gjendë. Për këtë vështirësia, jo se s'ka, ka sa dush në për qytet, dje me vajzat mira, këpëto. Kjo është vështirësia. Ato në një farë mënyrë nuk kanë qëllimin grupi Berishës, që thjesht ta fitojmë, se nuk po them se s'duan me fituat. Po në qofë se e fiton njëri, thot që s'është i joni, ma mje hume. Edhe kjo historie bë shumë herë në Tiranë. Me thënë drejt, ma mje hume. Dhe po t'i shohësh ti që nga viti 2000, e deri tash janë vu me principin që jemi këtit ne, s'ka nësi hume, dhe e kanë humë Tiranë. Për këtë humë Tiranë. Me thënë drejt. Për këtë humë, se po të shikosh votat e opozitës, aty janë me Tiranë, po të kujtë opozitët, kësaj gjithës bashkë, që s'janë me dramë. Po vendosën PD-ja që ky tjetë i joni, po s'je me Berishën nuk bën, atje do rrinë 1/3 në votave do marrin. Se s'ka si t'i marrin, nga do i marrin më të. Aq më të epër që të shit dilet dhe nga i humbje shumë e madhe. Unë them që është një moment edhe pozitiv, se ka herë jo çdo gjë vjen për keq. Që në qofë se të gjeni një personazh përbashkues, opozita do të tregoj që jemi këtu, do të tregoj dhëmbët, kuptoni, dhe mund të marrë 45%, aq sa në fakt ishte. Po t'i mbledhësh gjithë votat opozitare në Tiranë aqen, aty vit. 19 deputet ka marrë Partia Socialiste, ja pa marrë fus edhe një të ataj Tomës, 20. 37 janë këne, nga ky krau tjetër, për shqisë ko sa që e kanë bitë 25%. Me i personazh për qenë mund të luajmë këtë kartë opozita, edhe të filloj biles ringritin nga kjo punë. Atje gjykojnë a është me mu kë, apo s'është me mu, po si me mu s'na hynë punë. Edhe kjo është një gjykim që s'është politik. Legjë s'është i ndershme, do me thonë të regoj që s'është për t'i shërby qytetit kjo. Kjo është për t'i shërby shtëpisë filanit, ku e di unë grupit politik caktu. Edhe kjo e bën vështirë, se thonë sa e vështirë është. Sa kollaj e gjeti e drama që atje, kuptoni, se zori madh me gjetë. Po 30 gra ishë një të, që besoj janë lutë për të bërë. Edhe aji sigurisht zgjodhi atë më besnikën, jo se ajo do të bëjë Tiranën dritë. Që bëni? Edhe aji mbi princip në besnikërisë zgjodhi. Se po t'ishe mbi principin e zotësisë, të influencës qytet, do kështë zgjedhë sa tjerë, me thonë drejtë. Po zgjodhi mbi principin e besnikërisë. Dhe krau tjetër, mbi principin e besnikërisë do zgjedhë. Për ai doktori, së është deputet, mund të bëhe. I ri është një lloj imazhi publik pranueshëm me ka, do të jesh.
Mund të bëj, edhe mund të mbështesin atë edhe tjerë. Diku dhe nga ato tjerët që janë aty që normalja do ishte dhe ato që janë deputet ta bënin këtë sakrificë në emër të opozitës, edhe në emër qytetit, por të japin edhe atyre hapësirën politike, aty duhet ta kuptojnë njeriu që kandidon për Tiranën, edhe mbledh votat e Tiranës, nuk mund të jetë më bishti i atyre që rrinë ke dera Berishës, se nuk ka vlerë, nuk mbledh vota ai, pastaj. Se kështu ndodhi herës tjetër, a e vonë atë Këlliç. U munduaj matet vetën, ndoshta ishte personazhi kryesor, po u investu nga atë punë, hiu nga parlament. Çfarë është ai Këlliçi sot në tarafin politik PD-s? Shoqësia, hiç fare. Sepse nuk gjykohet se kush është investu, domethënë PD-ja i konsumon njerëzit, i bën, i largon në funksion të momentit aty. Nuk marrohet historia e këtij doktorit që i kishte Kosovës. Ai ishte ai personazhi ideal, ndoshta jo. Pa u mundum gjithë atë për ta bërë atë. Kryetar bashkie, u mundum gjithë. Mriti i diçka, mrit. Edhe ishte një investim ai i PD-s. Se u investu për bashkinë, u ishte deputet, u bë ministër ca. Është kush është, po u investu e gjithë. Tash doktori mas 2 vjetëve se futëshin as në listë për të bërë deputet. Por e dolën votum ta morën si shembull i vetë konsumit personazhe publike brenda atij ambient. Se ai ambient nuk mund pranoj, gjela tjerë, ja mund thot, ka sot, jeni me mu, ja, jeni me mu, ikni, nesër po na u desh, ju thërresim, ju bëjmë. Edhe kjo e ka vetë konsumuar dhe ka nilë të shi pa personazhe, pa njerëz, pa ato. Kjo është e gjitha, nga vazhdimi luftës permanente që i këtë rrallu kulmu deri me huë, me dro, atje me 8 janare. Sigurisht që ato personazhe kanë dalë gjithë plagos nga kjo situatë. Atje edhe të shi kanë vështirësi me gjetë. Po të paktën në Tiranë duhet kishin, ka sa dushë. Ora le të marrin pasaj ca njerëz jashtë ambientit aty, poro partijak. Le të marrin dikush atje që ta dim që kemi qef edhe ne, që ora më duket se ky është i burr i mirë, edhe po i shkojmë ka mbrapa. Po për të votuar ato shërptorët e Berishës aty mbrenda, atje e sigurt që gjysma opozitës në Tiranë nuk i voton. Vje keq që e them kështu, po ky është realiteti këtu. Unë do e kisha vu, do ishe në ata e malë, se këtu është puna me thy e dramën, se kjo është sinjal politik, se në fundet ky njeri, jo ky me qenë, po Çurçilli me qenë, për i vite gjysë, që do i bëj Tiranës kjo, që do i rregulloj, se vinë zgjedhje tjera normale, mas i vite gjysë. Po kjo është një test, është një sinjal politik, është në gjendje opozita shqiptare të prodhoj një personazh të ri, prodhoj një grup, prodhoj një përqasje të re, mënyrën për të bërë opozit, edhe për të bërë, si më thënë, skuadrë. Kjo është një shansë, po të dali me sukses kjo, edhe në humë të aji që da humë, po shkon ka 25-6% votoj, që jep shpresë qytetarëve, kur të vim zgjedhje tjera do i ka përcejmë edhe ato 3-4%, kjo është një sukses gjykojë. Në logjikën normale të politikës, pasaj në qoftë se këto mblidhen apo shpijare, jo ky bë, jo ky ka thonë kështu për ty, jo po ky s'ka qef ty. Këto e një historina për me ja tregu nipqeve në shpi, po nuk janë historina për politikët. Atëherë kur s'ka për të ardhur në Tiranë. Tiranë partë. Edhe do të dëgjojmë gjithë ato publiat e Edi Ramës atje të shihë që duke i bë personazhe, duke ashtu. Kjo është gjithë realitet. Ato, qoftë se janë opozite, kanë logjikë politike, duhet ka përcejnë mbi vetveten. Atje dhe ta kuptojnë se rezultati nuk është i kësaj jave. Ky rezultat në Tiranë ka 15 vjet që rrotullohet, me thënë drejt. Çe 15 vjet, ka 20 vjet. Qur ka fitu Edi Rama vitin 2000, heq ato 10 votat e Lulbashës, asnjëherë
këtu krau i djath, po ja vej që në armë formale, se s'ka këtu të majtë e djath, nuk ka fitu ndonjëherë ndaj atyre ndira. Kjo është realiteti. Edhe kjo punë të që fatkeqësisht ka ardhur duke u thellu. U thellu ke zgjedhje tjera bashkiake, kur qenë ky Kolliçi, u thellu tash për zgjedhjet politike. Kuptoni? Dhe kam frikë që tendenca mund të jetë që të thellohet dhe më shumë. Tash nëse ti fut një kandidat, e del me 30% votave në Tiranë. S'ka vlerë për opozitë madhe, se kush do, edhe në formë private, po ta vej, një dikush do i marri, se këtu po merr qorri, me thënë drejt. Edhe nuk e çudi që të hyjë këtë radhë, edhe them që mund t'i marrë një 30.000 vote. Kuptoni, Tiranë, që po 30.000 vote janë gati 10% e vote. Atje, mund t'i marrë, do me thënë, hytë, bëhet e personazh me votë Tiranë, që është në fakt, me thënë drejt, bravo i qoftë i ka marrë vetë. Që edhe i bën dhe i nërë opozitës, me thënë drejtën, sa i është i vetmi që mund të marrë i gruq votash nga krau i majtë. Se në fakt Berisha ka fitu për qenë Ralës. Ka fitu. Edhe unë besoj që njeriu më i lumtur i kësaj rradhe ka qenë Berisha vetë. Pse? Unë jam i bindur që s'e ka menduar ndonjëherë që do marrë 50 deputet. Duke menduar që 4 vjet përpara është nis me 7-8 deputete, me i tuf atje, tregtina që matra pas ligjes, ti marrim 3 deputete, bëjmë ligjin, ti të hysh tu, ti do jesh nën kryetar, siç e jam rrit. Izoloj atë grupin tjetër, se s'qenë dhe të zotë, me thënë drejtë. Atje, kuptoti, dhe jam rriti që ta ruj ky, vullën e mori, zyrën e mori, gjithë të zhurmë atu, dhe përfundoj, si grupi i madh opozitar, 50 deputet, goxha janë, cilët janë aty për hir të kësaj liste. Po mos ishte ajo listë, nuk nofte kjo punë. Do ishin shpërndarë grupe tjera, parti tjera, mrena PD-s, kështu që Berisha është fitimtare i këtyre. Në thënë drejtën, në rrafshin personal, pasaj për opozitën se ku shko populli. Ka vite që nuk është një halli madh për shumicën e politikës shqiptare. Kështu që ai ka fitu zgjedhjet e vet. Nuk është puna që kjo është një etapë për të mrit diku. Puna që ky s'ka më etapë tjetër për të mrit, se ky është realiteti, është fizik, biologjik, politik, ka gjitha dhe këtë e di. U mrit kjo rezultate, dhe tash do majnë këtë rezultat, sepse ajo që është po më për te, s'ka më që i premton, s'ka dhe për çfarë i man ato, dhe unë jam i sigurt që s'ka për t'i mbajt, dot. Tash nuk ka për t'i mbajt, sepse ato që janë më të ri do shohin që ne nuk mund të vazhdojmë më pa me këtë linjë, do mendojnë për historinë e vet politike. Edhe është normale. Sepse dhe ato e kanë kuptu mekanizmin të shi, që mos dil kundër këtit, se dhe ato aty nuk janë për hir të principit, janë për hir të oportunizmit. Dhe për hir të atij oportunizmi që e kam mësuar të shi aty, stërvitën ka le ato janë rrit në atë lloj ambienti, kupto? Atje të shi do vazhdojnë këtë punë. Çë kuptimi ka thot i bim këtit ne kur ky ka i shkallë të lartë populariteti, bëjmë armiq to. Lere thot, ky do ta largoj koha vete. Ne jemi këtu. Ato të shi bëjnë garë me njëri tjetrin, shpeshherë bëjnë dhe garë kush është më i dashur me këtë. është rrit një gjenerat që nuk e ka fryk diktaturën, autokracinë, se nuk e ka provu që ka qenë Enver Hoxha, që ka qenë diktatura, që ka qenë një parti i shtet, që janë rrit mrena kësaj, këto janë rregullat, thotë. Demokraci gjithë servilosen nga i qitë, gjithë vjedhin nga i qitë. Edhe janë mrena këtit, sa që unë, kur i thashtë të Kanarinës që i ka ngellë, të janë sistemi Kanarinës hapja kafazit i nuk vjen. Futet prap kafaz, pse futet kafaz? Po në kafaz ka ujë, kafaz ka fara, atje në pyll ta skifteri, edhe futen atje, kuptot, ja.
por me gjithatë do ta shikosh që do rebelohen dhe ato të rritë. Jo se do rebelohen nga dashuria për demokracinë, për idetë, për këto gjërat, se fatkeqësisht nuk i kanë më, siç i kishim ne herë i kohë. Edhe kështu si duket do vika koha, por do rebelohen për realitetin e vetë personal. Ore, këtu do në leni ju në gjithë jetën në opozitë e para punës. E dyta, kush është perspektiva jonë, se këto do i drejtojnë, edhe do rebelohen për këtë punë. Do rebelohen se pragmatizmi politik që i kanë zgjedh i bine kundërshtim me këtë punë, jo se i bine idete. Që po t'i qofë si për ide, unë s'kam digju këtu ide, as për shtetin shqiptar, as nuk i shqetëson që ishte ky ligj, që me thanë, më duke se ky ligj është i pa drejt, se shpërderoj me mira vota opozitare, jo, ky ligj jo i drejt, se mrena këti ligj, thot, unë kanerina, thot, me pikë të kugje, e kam gjetë kafazin tim. Kështu që kjo është i gjitha, ato nuk janë rebelu për idet që ju shkelën, për lirit. Ja, e dinë si ndodha, e dinë edhe e njofin, po t'ullesh, ku e di unë kafe me ato, flasin njësoj si unë. Puna është që politika gjë publike, atë duhet të thush publik. Për sa kohë që ta kuptojnë që mund të mos jenë më dhe s'kanë perspektivë politike, atëherë kanë dy rrugë përpara. O të rebelohen, o të shkojnë ke drama. Si që po shkojnë disa, që skuthat vegjel atje. Pse shkojnë atë? Se o trishtimi që këtu rruga është me një të kodrë nështë e gjatë dhe është malore. Kur disa tjerë thot janë atje maj kodrë sot arrit. Është edhe kjo punë, pranetës. Kështu që ta thash, opozitës shqiptare i binë. Në sensin politik, unë gjykoj që duhet mbrojnë 3 teza të mëdha. Ndryshoj kushtetutën, këtë që bëri Berisha e Rama. Të ndryshoj ligjin zgjedhor, këtë që bëri Berisha e Rama. Atje. Të ndryshoj ligjin për administratën lokale, atë që u tërhoq Berisha e Basha, u tërhoqën nga zgjedhja, u tërhoqën dhe nga ligjit bëjnë një reformë, se këto janë 3 shtylla e demokracisë. Të mbrojmë njerë demokracinë basë. Nuk po thema mos bësh luftë kundër korrupsionit, mos bësh luftë për të ngritur rrogat e të gjitha këto. Ato janë komponent normal të çdo demokracie në botë, dhe në Danimark. Por shteti shqiptar duhet mbylli këtë lloj historie, të veç atij i shpijës vet. Atje dhe kjo është detyrë e opozitës. Këto pasaj ngrenë edhe i lloj morali politik, ngrenë i lloj entuziazm. Këtë duhet bëjnë sensin politik, ideor, atje, ideologjik, po them, atje. Në sensin pragmatist, duhet mundoj që në për këto vënde, ku ka garë, të gjej njerëz që nuk kanë si, që e kanë grupit tona, janë as janë me Berish, gjej njerëz që përfaqësojnë një pjesë komunitetit aty, të rëndësishme, që të rihyet në lojë me palën tjetër. Se në qofë sa shu, ndodh një lloj depresioni, një lloj frike nga krahë tjetër që nuk ti sfiton më asgjë. Se më kujtohet në 96 kur u bën zgjedhjet lokale. Mbasi u humbën zgjedhjet politike Partia Socialiste. E kuptoj që 96 tetor ishin zgjedhjet për bashkinë, as paraqitën fare kandidaturë. Vunca njerëz kot atje, zgjedhjet u bën formale, gjithë establishmenti i partisë çau iku për jashtë, se thoshte kjo punë është e mbaruar, kanë fituar këto. Edhe me gjithë, po ta shohësh ti të gjithë bashkitë e Shqipërisë, komunat sa ishin atë kohë, hiq një 3-4 në për Tepelene, Skrapar, i fitoi PD. Po kjo tregoj që populli kur dorëzohet para të keqës dorëzohet. Edhe kjo mund ndodhi. Tashi. Ka ndodhur? Po, ka ndodhur, atje ndodhi. Edhe pret pasaj që o të vinë një ujë, ti rregulloj punët që o presin në një lloj rebelimi, siç priti Partia Socialiste, rebelim në piramidave, që ne s'jem zot të administrojsh. Atje, se do kishim sot i Shqipëri krejt tjetër. Kalqifikohet e keqë, mësohet popullit me të keqë, një. E dyta ne jena shoqëri post-komuniste.
Edhe unë, jo të shqipë, ka vite që të them, se nuk e shoh rrezikun ke Rama thjesht si individ, po kjo ndërtohet. Ku ka ndodhur kjo? Bashkim Sovjetik, ka Putini atje, ka në Azerbajxhan, ka 20 e sa vjet ato, në Turkmenistan, Kazakistan, gjithë to stanet, vjen njëri ish komuniste, në gjithësi këtu. Kuptoj, ishte rrin atje, sepse e pranon populli atje. Kjo nuk mund ndodhi. As në Suedi, as në Francë, as Portugali, rebelohen ato, kuptoj, që demokracia ka i princip. Në mos ka përmbysin që ne kemi nevojë, ka rotacionin. A e patë si tha e drama, që ja përmëndi këtyre, që ka kjo demokracia, çdo me thanë kjo që duhet të ndryshohemi ne, që është të thanë? Mund të rritë, dhe 20 vjetë, dhe 2050 mund të rritë. Demokracia është ku shqeveris më mirë. Në një shoqëri që se ka njoftë demokracinë, ka vetëm 3 dekade, ky i propozon si alternativë këtë lloj eksperimenti. Kuptoti e? Sepse ka pa që ja ku nofka, e s'nofka gjë. Po në fakt ato s'janë demokraci. Ne duhem të shkojmë demokraci. Ato s'janë, to që përmendëm s'janë demokraci. Atje është formale zgjedhje dhe ky po e çon drejt formalitetit. Duhet një demokraci, thot një opozitë, do bëj ta llafe, thot bërë. Këto kushte i muç Berisha. Për të bërë zhurmë, për të bërë lufte, kuptoti atje. I muç, to Berisha që një pjesë thot vaj vetëm ky e ky e tha kështu e tha. Mi po vetëm ky e mban atë atje. Kjo është realiteti. Ju afrum në i qikë, ma atë e bashët, nga marrite atite, nga budalliku që symë zjedhe, lokale humë zjedhe, para 4 vjetë. Po të shiti e 200.000-300.000 vota mbrapa, edhe ti thu, kjo e bënë në vëtë. Që bënë? Kjo garanton që a i të ri. Edhe a i e donë këtë. Nuk do njëri tjetër, ku shdo që të vijë për atyre që janë poshtit, edhe a i më i pasakti gjithë sesi nuk është më tabel qiti. Për shqiptarët e për të huajt, do të çliroj një energji ndryshme. Në këtë lloj të bipolarizmi atje që e ndërtuan edhe me ligj në 2008, s'lëviz më asnjë gjë. Kjo është kënet, po është kënet ka 2 palët. Kjo është e keqe kësaj po. Se kënetës kur i hyj lum, o tjetër gjë.